16 milionë i kanë marrë kompanitë të Skënderajit të afërta me Samil Shtokun. Tregoj ta Xhorës si njëri që i shërben atij. E ka Samil Shtoku që është po thet ky mas pari s'kish guxuar me një zonin që ashtu që është po flet. Po. Jo, po çashtu që është po ja rrit nomin. Vetëm në projektin e sheshit në Vushtrë janë pagu 3.2 milionë euro, 265.000 euro shtesë, me sa ka pas më përfundu sheshin fal në cilin vit, me sa ka pas më përfundu. Me sa ka pas. Fol tash, kallzoj ti tash. Pas më përfundu me 14 vjetor. Po. 2024. Na jena në fund të 2025-s, në ndërkohë ky po vazhdon me jap miliona në atë shesh. E tash ja çesën aktiv fond. Ky ka planifikuar hala në atë shesh, edhe shkatroi Vushtrën me atë shesh. Po. Bizneset i ka falimentu. Po. Ju ka thonë që e kry për 2 vjet, nuk e ka kry për 2 vjet, po kryet viti i tretë, në ndërkohë që ky ka planifikuar në buxhet 850.000 euro për vitin 2026 e madje edhe 323.982 euro në vitin 2027. Sipas planit dinamik të miratuar nga ky kryetar që është në ikje, plani të dashur shtetar Vushtrës sheshi nuk përfundon deri vitin 2027. Një minutë ky. Lutem Sulejman le. Dëgjoj, unë spjegova 11 milion euro. Nuk kemi pas mundësi me i përcjell operatorët, më ka met sheshi, më ka met tregu i Gjelbert njësoj. Shtyhet afati i ekzekutimit, se nuk mund është nëse s'ki pare operatorit tash me kryat punë. Dhe saj për këtë asajna, sheshi, e kum thonë, është kryevepra e qytetit Vushtrisë, edhe ashtu ka me met, ka me përfundue, nëse s'përfundon si vjetë, deri në gjysmë vitën të tashun përfundon, e shtym planin dinamik. Po së mund është, po s'ke mujt, s'ke pas pare, s'ke ndërhyva. Po punë e madhe, punë e madhe. Dëgjom, pra problemi është se na nuk kena pas edhe shumë projekte na kanë me të pa realizu, se nuk kemi pas mundësi me i përcjell operatorët me pagesa. Na jemi konë hall jashtëzakonisht madh. 11 milion euro nga kontrata kolektive kanë derivu edhe 2 milion euro, edhe 2 milion euro tatimit pronë që ja kemi falë 13 milion euro, që i bie ma shumë se gjysma e buxhetit për investime kapitale për 4 vite. Kjo është do me thonë ajo. Edhe na jena gjinë qysh kemi mujt me u gjinë. Kemi pas donacione, kemi bashkëpunu me ministri, kemi bashkëpunu me organizata ndërkombëtare në një farmase jemi munu me mbulue, por nuk kemi arrit me mbulu sepse është deficit shumë i madh buxhetor. Faleminderit, 30 sekonda. E ka nisë sheshin për 2 vjet, po e kryen tash për 4 vite, në ndërkohë që për 24 milion euro të 4 viteve të kaluara për investime kapitale. 16 milion euro i kanë marrë kompanitë të Skënderajit të afërta me Samil Shtokun. Tregoj ta Xhorës si njëri që i shërben atij, edhe vetëm Ilia Grupi i ka marrë për 10 milion euro investime kapitale. A ki prova për çto? Çush s'ka prova mëre? Hajde. Çush ka mundësi? Cilat prova? 16 milion euro me i marrë kompanitë të Skënderajit. Çush ka mundësi? 2 herë mund ndërtu sheshi, mund ndërtu nga kompanitë të Skënderajit. Çush ka mundësi? Tona projekte që kanë vlerë milionë, i kanë kompanitë të Skënderajit. Ky duhet më ia përgjigjet. Shikoni kush e rrethojnë këto. Shqiptar Gubetini. Me Samil Shtokun takim, vetëm pak. Shqiptar Gubetini me Samil Shtokun takim, pas një muj dite, vakum, ja ka kthy drejtorin e njëjtë që ka shkarkuar prokurimit. Edhe e din ky çai ka bërë drejtori prokurimit. Faleminderit. Sulejman. Ke provu me mashtru licenca, licenca, faleminderit. Sulejman, faleminderit. Naleni mikrofonin e 30 sekondave që kanë kalu koha e jote Ferit. Të lutem. Faleminderit. Çe po i tregoj. Koha e Feridit. Ngom, me ko Samil Shtoku, që është po thet ky mas pari s'kish guxuar me një zonin që ashtu që është po flet. Po. Jo, po çashtu që është po ja rrit nomin. Dhe tash thoj për këtë si ty ikën as respektin, as ty as Amisa s'kërkuj. Hiç. E gjom, thoj për këtë kontratave. Jeta. Tash Sulejman le përgjigjet. Lelet përgjigjet. Lelet i ke 30 sekondat e vet, unë mas ne ta fjalën, ta kumnoj mikrofonin. Të shpjegoj çështjen e kontratave. Citu kontrata, lider i kontrates është Bageri, që është shkru në shumë portale që është i afërt me pushtetin ato zguxon me përmend ky qëre ku është jeta lider e dim kush o Bageri rreç aty Bageri fiton tendera edhe në Ministrinë të Infrastrukturës jo pse s'pe përmend let pret pak soi përket kësajna që pe përmend ky Samil Shtokun qëre që shkruan shoku i tij me Kselasin vitin 2021 unë mendoj që u përmend Samia se kanë kthyer më godit edhe në 2021 por unë po i tham qytetarëve të Vushtrisë. Kush ta ka kthy drejtorin? Prit. Unë mendoj se kjo punë e kum kthy vetun, që kjo, unë të kredi kum shkarku kredi, po ato se kum shkarkue.
Po su shkarku drejtori i prokurimit. Drejtori i prokurimit ka kalu në drejtorin për investime kapitale sepse nuk ka pas licencë për prokurim. Moment kur e ka mor licencën e kum kthy. Veç ta citoj cita. Unë po thet shoku ju çiça po thet për Sami Lushtakun. Njëjtën përdorni. Veç pak jeta. Veç pak, se ki mikrofonin shumë, ta jap fjalën. Qëresha po thet. Meku, thet, unë mendoj, kur i ka përzon, nga ke Gjaferi me i fitu zgjedhjet, unë mendoj që kjo puna e Samis është me tepër një farë storje imaginuar që i mobilizojnë antarësin e vetë, e të fusin e një lloj frike të qytetarët, pa pse diçka vërtet, pa se diçka të vërtet në të nuk ka. Shiko, ato e kam përdur, që mekun e kiko. Dhe tash, që to pe përdorin këta, po nuk vlena e ty hish. Kaloj minutazha jote, Ferit.